parashe një kohë, parashe një kombinim të masave ekonomike e sociale me ato ligjore dhe sigurisë për të bashkuar Trepçën, Mitrovicën e Kosovës. Pa bashkimin e Trepçës, pa bashkimin e Mitrovicës, pa bashkimin e Kosovës, nuk mund të kemi as Kosovë pavarur, as Kosovë sovrane, as popull të lirë e as popull barabartë. Me lëvizje dhe vendosje do të filloj zyrtarisht dialogu i hapur me qytetarët e Partisë Serbe në Republikën e Kosovës. Ky dialog është dialog demokratik. Nuk bëhet në partyrë të mbyllura, nuk bëhet me vështirësinë e me bashkësinë, po bëhet me qytetarët e Republikës së Kosovës ku flasin për zhvillimin ekonomik, ku flasin për parazimin e qytetarëve dhe ku flasin për integrimin e plotë të gjithëve në shoqërinë e barabartë në Republikën e Kosovës. Me lëvizje dhe vendosje nuk do të falim toka askujt. Me lëvizje dhe vendosje do të rishikojmë në mënyrë shkencore, administrative dhe parlamentare marrëveshje për demarkacion në malë në zi. Në mënyrë që në dritën e fakteve të reja, të hartave dhe dokumenteve tjera të paraqituara të gjetura, të cilat i ka mohuar me vullnet dhe zel, spari Komisioni Shtetëror, pastaj Qeveria e Republikës Kosovës, ne do ta vendosim kufirin aty ku kufiri duhet të jetë mes Kosovës dhe Malit të Zi, dhe aty ku ai kufi ndërkombëtar nuk do të Me lëvizje dhe vendosje, tregu në Kosovë do të rritet, sepse tregu i Kosovës do të bashkohet me ato të Shqipërisë. Ne do ta themelojmë një treg mes Kosovës dhe Shqipërisë, dhe kështu do të arrisim edhe kapacitetin ekonomik tonë, edhe do ta faktorizojmë ekonominë e shqiptarëve, edhe do të nxisim investimet në këtë ekonomi dhe në këtë treg përbashkët, dhe me këtë do të krijojmë mirëqenie për të gjithë. Këtë plan do të arrisim nga harmonizimi i sistemit doganor me Republikën e Shqipërisë dhe do të vijojmë me regjistre të përbashkët civil dhe të bizneseve mes Republikës Kosovës dhe Shqipërisë. Kjo do të arrisë qarkullimin e mallrave mes dy vendeve tona dhe do të arrisë potencialin ekonomik të dy vendeve tona. Po kjo nuk përfundon me kaq. Republika e Kosovës dhe Republika e Shqipërisë domosdoshmërisht do të ketë unifikim të politikave për sa i përket politikave të jashtme, të sigurisë kombëtare dhe burimeve të përbashkëta natyrore. Ky bashkëndim jo vetëm se na faktorizon, por ky bashkëndim e krijon një rrethon tremëje në të cilën Republika e Kosovës dhe Republika e Shqipërisë do ta kenë vendin e duhur dhe do ta kenë vendin e merituar. Do të jo më shqiptarët të nëpërkëmbur të shpërfillur, por shqiptarët dinitas të cilët në bashkëndimin e politikave të tyre do të ndihmojnë edhe zhvillimin edhe paqen e rajonit. Dhe me lëvizje dhe vendosje nuk do të braktisën shqiptarë tjerë që jetojnë jashtë Republikës Kosovës dhe jashtë Republikës Shqipërisë. Ne do të kemi Ne do të instalojmë mbështetje institucionale për shqiptarët e Preshevës me Veçës dhe Bjanës. Pajisja me dokumentet posaçme të shqiptarëve të Turbinës Preshevës që banojnë në punën e Kosovë dhe lehtësimi për fitimin e shtëpisë për ata që aplikojnë. Ne synojmë që të krijojmë fondin e përbashkët zhvillimor së bashku me Qeverinë e Republikës së Shqipërisë, mbështetur nga një zyrë përbashkët koordinuese, e cila do të adresohet drejt për së drejti problemeve me të cilat ballafaqohen sot shqiptarët në Preshevë, në Veçë dhe Bujanovac. Ky plan 40 pikësh do të jetë plani i fitores në nivel qeshor. Dhe ky plan 40 pikësh do të jetë plani i fitores së Republikës Kosovës që fillon me 12 qeshor. Kandidat për deputet të lëvizjes së vendosje, i nderuar i kryetari i lëvizjes së vendosje Sarineri, i nderuar i kryeministri Kurti. Të nderuar reporterë, të nderuar përfaqësues të mediave. Isha duke menduar se tash po bëhen gati 5 vite, sa vini më mirë datët, prej që kur e kena bërë alternativën qeverisë. Në fakt,
ishte një diskutim gati se një vjeçar i të gjitha fushave ku ne alternativën pas diskutimeve të shumta në lëvizjen dhe të vendosje e formuluam rreth 3 shtyllave kryesore: shteti zhvillimor, shteti social dhe shteti të së drejtës. Në fakt, nuk di, jo që nuk di, por e dim që nuk ka subjekt tjetër politik, jo vetëm në Kosovë, por edhe në region, që ka prodhuar më shumë dokumente, më shumë politika, të bazuara në diskutimet tona të brendshme, dhe që sot e formojnë poshtin e këtyre 40 pikave dhe 40 masave që do t'i marrin si qeveri e Republikës së Kosovës. Ndoshta njerëzit po e harrojnë, por pisari në njërën pika ka zbatimi i planit 13 pikësh për Bashkimin e Mitrovic. Këtë dokument në kemi shkruar para më shumë se 5 vite. Kemi planin 6 pikësh për demarkacion. Kemi plane dhe qëndrime gati se për çdo çështje të rëndësishme. Në fakt mendoj se vetëm janë të vizërat të vendosi që i ka të shkruara qëndrime dhe zgjidhje se si duhet të ballafaqohemi me problemet të cilat i kemi në Republikën e Kosovës. Pra mendoni vetëm pak për këtë çështje. Jemi më të akuzuarit se kritikojmë dhe nuk japim zgjidhje. Jemi më të akuzuarit për veprimet tona me çujt, që me çdo kusht i ndronin Republikën, ndërsa në të njëjtën kohë jemi subjekti që në fakt po më së shumti shkrime, më së shumti lexim ose po, më së shumti qëndrime dhe më së shumti analizë. Duke menduar për këtë hashtag që i thot fisi me zemër, sot mendoja dhe para disa ditëve me visarin, thamë si ta quajmë këtë prioritet të Republikës. Dhe thamë, jepi zemër Republikës. Në fakt zemra ka disa simbolika, sepse përmes shtetit të së drejtës në luftën kundër korrupsionit do të thotë jepi guxim, jepi zemër qytetarit të friksuar që të mendon se nuk mund të ballafaqohemi me krimën. Përmes shtetit zhvillimor, zemra në fakt është burim i jetës dhe e dim që zhvillimi do të jep edhe më shumë gjak Republikës në gjitha zyrtyrët e saj. Ndërsa në fund si shtet social, natyrisht se e kemi që t'i japim dashnin e Republikës. Si që tha Albini para disa ditëve, populli nuk të dënë nëse nuk e dënë. Edhe populli nuk të braktis nëse ti më herët nuk e braktis atë. Edhe sot, pa e dashtë shtetin, vështirë se mund të forcojmë Republikën tonë. Ne mos të harrojmë që lëvizja vetë vendosi synim me ka Republikën vetë vendosë se. Republikën e cila vendosë për vetëm, Republikën që rështyllë e ka qytetarin në pazament e ka qytetarin. Ma e fuqizu qatë qytetar që sot është i pa fuqishëm. Ma e botë të fuqishëm, nuk mund të flasin për fatet e gjashta, shtata, terasat e bukura, shtajnë dhe tu pazament. Prandaj është e qartë që për lëvizjen vetë vendosi në fokus për qytetar. Të papunin përmes shtetit zhvillimor do ta bëjmë të punësuar. Të punësuarin përmes shtetit social do ta bëjmë të mbrojtur. E të punësuarin e mbrojtur përmes shtetit së drejtës do ta bëjmë të fuqishëm. Dhe ky është kalimi që kur po mendoj tash çdo simbolik po lidhet që vetëm të mendoj se është armë e Kosovës, dhe po ashtu Kosova është armë dhe ta ketë Republikën vetë vendosë që vjen ka programin. Para një viti Oxfami, organizata britaneze publikoi një shifër interesant. Tha 8 njerëzit më të pasur në botë e kanë pasurinë më të madhe se sa gjysma e popullatës botërore. Po ju lëmë një 10 sekonda veç parametrat e pak. Bota i ka 8 miliardë banor. 8 njerëzit më të pasur në botë e kanë pasurinë më të madhe se sa gjysma e popullatës në botë. Në Kosovë, 10 njerëzit më të pasur, akoma e kanë pasurinë më të madhe se gjysma e popullatës në Kosovës. Unë mendoj se është edhe më keq. Unë mendoj se janë më të pasur ndoshta edhe se 70% e popullatës së Kosovës. A është e drejtë kjo? Dhe si mundet që të mendojë për çfarë do zhvillimi ekonomik, ashtu si sta
edhe visarit. Në qoftë se nuk mendojnë që zhvillimi ekonomik në fakt duhet të barabartë. Në qoftë se ne nuk përfitojmë si popullon nga zhvillimi ekonomik, atëherë vetë se po e rritin pasurinë e këtyre 10 njerëzve më të pasur në Kosovë. Andaj krahas shtetit zhvillimor dhe pikave të cilat i shpjegoj visari, unë do të flas për veprat e masat të cilat ne do t'i ndërmarrim në shtetin social, që të sigurojmë që i papuni bëhet i punësuar në shtet zhvillimor, ndërsa tek ne që punëtorit të mbrojtur dhe qytetarit të jetë i barabartë. Siç kishte thënë edhe Dalai Lama, nuk mjafton të bashkëndjeshme të varfrin. Në fakt duhet të veprosh. Dhe këto janë masat tona të cilat ne do të flasim për shtetin social. Masa e parë, hartimi dhe zbatimi i planit për panimin e përballueshëm dhe panimin social. Në komunën e Prishtinës i shpërndan pas banesa para 2 muaj. Gjithsej aplikuan 323 familje që kishin nevojë për strehim, që janë shpërndane të Prishtinës. Shpërndane këto në të gjitha komunat e Republikës Kosovës tregojnë se kemi gati se, dhe kjo është për shkak se kemi ngritur këtë numër, ka 4.000 familje të cilat janë në nevojë. Këto familje nuk kanë asnjë të ardhur, nuk kanë asnjë provë. Këto familje në fakt politiko. Gjatë dimrit jetojnë në kushte të tepër të vështira, nga ndihmat të cilat i pranojnë në bazë të solidaritetit social në qytetar. Në bashkëpunim me komunat ne do të krijojmë fondin banesor të Republikës së Kosovës për panim të përballueshëm dhe panim social, ku përparësitë të lartë do të kenë gra aplikuese. Në komunën e Prishtinës, nga 50 banesa, 17 kanë qenë familje me nana dhe ushqyese. Duhet ta kuptoni se këto janë grupe të rrezikuara në Republikën e Kosovës. Ne synojmë që sipas një plani të detajuar, përmes ndryshimit të ligjit të ndërtimit, përmes ndryshimit të ligjit të legalizimit dhe masave të tjera, të krijojmë një fond banesor prej 4.000 banesave, të cilat pastaj do t'i shpërndajmë në një program social për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Masa e dytë, nuk ka problem më të madh momentalisht se sa qytetarët që kanë me pronat e tyre. Kjo për shkak të 2 problemeve kryesore. Për shkak që librat kadastral na i ka marrë Serbia në kohën kur janë largu në vitin 1999, dhe po ashtu për shkak të titullarëve të padefinuar të pronave. Në fakt, në kadastrin e Republikës Kosovës, përfshi këto e kadastrin e Prishtinës, ekzistojnë titullarë sikurse mbrojtja popullore e Jugosllavisë, e deri te ndërmarrjet shoqërore dhe ndërmarrjet publike që sot më nuk ekzistojnë. Por mos folur për problemet të cilët qytetarët individual i kanë me pronën. Nuk mund t'i marrin letrat pronësore për shkak se ju thuhet që letrat kadastrale janë në nish apo në shtete të tjera. Problemet me dokumentacionin dhe me vërtetimin e pronësisë i kanë marrë qytetarët shumë kohë dhe para. Po ashtu ata kanë qenë subjekt i padrejtësive tepër të mëdha. Ndaj është urgjencë e prioritet që filloj zgjidhja e këtij problemi. Këtë proces do ta realizojmë përveç tjerash në vendit të veçantë në regjistrim në korektësi të pronës. Edhe një herë duhet ta regjistrojmë pronën e përbashkët në mes të meshkujve dhe femrave në Republikën e Kosovës. Çiftet e martuara duhet ta bashkë regjistrojnë pronën e tyre dhe natyrisht do ta kemi si prioritet që trashëgimia e prindërve t'u shkojë parapara të gjithë fëmijëve, si atyre fëmijëve meshkuj, edhe ashtu edhe fëmijëve femrë. Prioriteti numër 3. Zvogëlimi i numrit të ministrive dhe reformimi i administratës. Numri i ministrive në qeverisjen e lëvizjes vendose nuk do të jetë i bazuar në nevojat për të krijuar poste për njerëz të koalicioneve. Ju e dini që sot në Republikën e Kosovës ka ministri dhe me ka 3 zamestës ministra, sepse ja kanë premtuar dikujt atje që ka me pas një ulse. Kanë kriju poste që pa kurfar qëllimi, misioni, vetëm që mos të largohen apo mos të jërmohen njerëzit. Në qeverisjen e lëvizjes vendose, dhe ashtu siç e ka thënë Albini, do ta ketë vetëm nga një zavendës ministër dhe natyrisht ministrit do të jenë sipas qëllimeve të qeverisë dhe nevojave të cilat ka Republika e Kosovës. Bashkimi i Ministrisë së Tregtisë së Industrisë me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik. Bashkimi i Ministrisë së Shëndetësisë me Ministrinë e Mirëqenies Sociale. Bashkimi i Ministrisë së Diasporës me Ministrinë e Punëve të Jashtme. Dhe natyrisht bashkimi i Ministrisë së Administratës së Pushtetit Lokal me Ministrinë e Administratës Publike. Në çast ne do ta zvogëlojmë
edhe numrin e posteve politike, por në të njëjtën kohë ju e dini edhe qëndrimin e lëvizjes vendosje që më kujtu edhe një që është shkruar, e ajo është që pagat e posteve politike do të kufizohen në tretishin e pagës mesatare, në mënyrë që edhe deputetët edhe qeveritarët të kenë synim rritjen e pagës mesatare e rritjen e jo rritjen e vetë personale. Prioriteti numër 4, ndoshta prioriteti për cilin kemi folur edhe më së shumti. Rritja e pensioneve për pensionistët kontributës. Në fakt jemi të vetmin që kemi edhe kalkulimin për këtë punë. Ne kemi qenë gjithmonë kundër ndarjes së gjeneratave të cilin e kanë bërë pushtetet e ndryshme në Kosovë që janë habituar të marrë. Që do të thotë se e kanë ndërprej kontributin e të punësuarve aktual për të paguar për pensionistët aktual. Para mendoni një pensionist i cili sot i ka 65 vjet, ka punuar 25 vjet në Kosovë, ka paguar kontribut për të pensionuarit atëherë kur ka qenë ai vetë punëtor, ndërsa sot shteti i Kosovës i ka thonë atij, po na vjen keq, çka i pagu, nuk ka solidaritet më, ju vazhdoni e në mujshën nga goqarën nga 70 euro dhe 120 euro. Në qeverisën e lëvizjes vendosje, ne kemi biseduar dhe kemi që 5 vite kemi në programin tonë qeverisë, sistemin 3 shpëllësh pensional. Do të krijohet fondi pensional nga kontributet punësuarve aktual, në çast për çdo pensionist kontributës do të arrihet minimumi 60% i pagës së fundit që ka pas, apo minimumin apo pagën minimale në Republikën e Kosovës që patjetër nuk do të ketë në nivelin që është sot. Prandaj për pensionist në qeverisën e lëvizjes vendosje kemi ditë më të mirë. Masa tjetër, trajtimi dinjitetshëm i veteranëve të luftës së ushtrisë shqiritare të Kosovës. Lëvizja vendosje ka kërkuar tashmë pothuajse prej themelimit të saj që në Kushtetutën e Republikës së Kosovës në preambullin e saj që përmendur lufta e ushtrisë shqiritare të Kosovës si parlament i investimit të tonë e jo të trajtohet si një kategori që të kanë dëmosh. Ndryshimin e ligjit të padrejtë për veteranët e luftës shqiritare dhe rivlerësimin e punës së Komisionit Qeveritar për njohjen e verifikumin e statusit të dëshmorit kombit, invalidit, veteranit, kujtarit apo të punëtoruarit të luftës së ushtrisë shqiritare të Kosovës. Sigurime shëndetësore për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Knatësi sot me shku në qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë e mos traftë puna me shku në qendrën klinike universitare të Kosovës. Vazhdon avazi i vjetër, trajtimi jashtë vendit për të privilegjuarit, për politikanët të pasurit dhe familjet e tyre, ndërsa trajtimi jo i dinjitetshëm me para nga xhepi dhe gati se pa shpresë se do të mbijetoni, nëse keni sfundit të rënd, vazhdojnë të jenë pikat kryesore që na dëmtojnë dhe na shkatrojnë shoqërinë tonë dhe shtetin tonë si Kosovë. Nuk ka më shumë kërkesa në komunën e Prishtinës se sa kërkesë për ndihmë për trajtim mjekësor. Të sëmuarve nga kanceri, nga smundjet e ndryshme të tjera, të cilat trajtimet që kushtojnë së paku 1.000 euro nuk i qesin në pozitë shtime. Dhe ju e dini që në legjislaturën e kaluar, deputetët e sëmur kanë marrë edhe nga 50.000 euro nga buxheti i shtetit, ndërsa qytetari i pafuqishëm nuk e ka marrë as cente nga buxheti i shtetit, dhe është duke një bërç në rastin më të mirë në shkollë në qendrën klinike në mos në marrë trajtimin e duhur. Që 5 vite na flasin për ligjin, që 3-4 vite flasin për ligjin të sigurimit shëndetësore, për fillimin e zbatimit, dhe tash na thonë se në një korrekt do të filloj pagesa nga pagat e juaja, mirë po do të merret 1 vit përderisa ju ta merrni trajtimin nga sigurimi shëndetësor. Pra po kërkojnë ende para shtesë të paguajmë ne, ndërsa të mos e marrin shërbimin adekuat. Ndryshimin e më pas zbatimi pavonesë i ligjit të sigurimit shëndetësor, duke themeluar sistemin informativ shëndetësor, ku ju do ta keni nga një kartel shëndetësor. Në rast kur shkoni te mjeku dihet saktë se çfarë smundje keni pas, sa herë keni vizituar mjekun dhe si i përdorni shërbimet mjekësore. Dhe e din për secilin mjek sa pacienti ka shikuar, çfarë hapa ka shtruar neve në mundëson për forcimin dhe drejtësha me thonë shpërtimin e sistemit shëndetësor. Ne do të themelojmë fondin e sigurimit shëndetësor publike dhe duke njoftuar në kohë qytetarët për sërish i përmasit për paketat të çmimeve të shërbimit.
Masa tjetër, kem pas diskutime të gjata, ndërmjet neve që shtynim për një shtesë dhe ekspertëve tonë financiarë që na flasin për implikimet buxhetore. Pra nuk jemi sigur se pa di tjera që premtojnë 100 milione të punës, miliona euro për këtë apo për atë, por që gati 17-18 vite nuk ka asnjë mos. Ne propozojmë shtesën 10 euro në muaj për secilin fëmijë në moshën 15 vjeçare. Ne do ta planifikojmë këtë shtesë për familjet në nevojë dhe familjet të punonjësve të arsimit parauniversitar, teknik shëndetësor dhe punonjësve të policisë. Këto shtesa do të paguhen në emër të nënës. Sigurimi i jetës për të gjithë punëtorët dhe gjithë anëtarët e policisë së Kosovës dhe zjarrtësisë. Në fakt, dy grupe tepër të rrezikuara, të cilët të rrezikojnë jetën e tyre për çdo ditë për të mbajtur neve të sigurt, por flas këtu për policët dhe zjarrtësit të Republikës së Kosovës, nuk e kanë jetën e siguruar. Kur kemi pas disa raste të humbjes së jetës në detyrë, ju e dini se çka ka ndodhur me familjet e tyre që ju ofru kisha me kanë shumë minimale, duke zhvlerësuar kështu edhe jetën atyre policëve dhe detyrën dhe misionin të cilin e kanë pas. Prioriteti i lëvizjes vendosur do të ketë sigurimi jetësor për gjithë anëtarët e policisë së Kosovës dhe zjarrtësisë. Masa tjetër, për mua ndoshta ma e dukura. Për çdo ditë më vinë në zyre punëtor të firmave, kompanive, që punojnë nga të punojnë edhe shtunën dhe punojnë nga të motorën. Nuk janë të mbrojtur, nuk kanë ditë pushimi, dhe disa prej tyre as 10 ditë pushimi jetor në vit. Punojnë me paga minimale, duke filluar nga punëtorët e sigurimit të objekteve të cilët i sheni që marrin nga 130 euro në muaj. 130 euro në muaj, me punu 6 ditë, një 12 orë në ditë. Ndërsa numri inspektorëve për këtë Republikën e Kosovës mjafton siç e kena planifiku një ditë në vjet i vjen me shumë inspektorë në një kompani, po që se punojnë për çdo ditë. Ne do ta trefishojmë numrin e inspektorëve të punës, por më me rëndësi deri në përforcimin e legjislacionit dhe masave zbatuese, ne do ta ndalojmë punën 6 ditë në javë për poste jo menaxheriale dhe posaçërisht për kompanitë që kanë më shumë se 5 punëtorë. Kjo është e domosdoshme për ta mbrojtur punëtorin siç e thash përmes shtetit social. Finlanda është shteti me arsimin më të zhvilluar në botë, numër 1 në të gjitha rankistat. Finlanda thot se intervenimi në edukimin e hershëm është intervenimi kryesor që bëhet në jetën e njeriut. Prej moshës së fëmijët, kur i kanë, po e kanë 1 deri në 6 vjet, e posaçërisht edhe në shkollën fillore të ulët, ky është intervenimi më i madh. Në vetë se të mbyllim qerrët publike. Lëvizja vendosi në bazë të planifikimit që e ka bërë, do t'i hapim 160 qerrë publike në Republikën e Kosovës. Prioritet do të kenë ato komuna dhe lokalitete ku nuk ka ende qerrë publike. Dhe më pas aty ku ka vetëm një. Në planin tonë lijohet me plotësimin e të gjitha nevojave të qerrëve në gjithë Republikën. Plani ynë ka për qëllim edukimin e fëmijëve e veçanërisht mbështetjen e grave në rritjen e tyre. Hapja e 7 qerrëve në komunën e Prishtinës ka ndikuar dukshëm në punësimin e grave, sepse në momentin kur prindërit nuk kanë ku me lënë fëmijët, zakonisht është gruaja ajo e cila vendos të mbetet në shtëpi. Hapja e qerrëve publike ka rol të veçantë në barazinë e gjinive që e synojnë si lëvizje vendosi. Rimëkëmbja e shkollave të Republikës Kosovë. Ne synojmë që mbështesim çdo hapëritje e mesatarës përmes një procesi të drejtë rigoros pranimit të mësimdhënësve të rinj dhe do të realizojmë një vlerësim të drejtë për mësimdhënësit aktual. Në komunën e Prishtinës kemi gjetë notën mesatare të mësimdhënësve të pranuar që nga viti 99. Ka qenë diku rreth 6.7, mos qofsha gabim, 6.0 vëllë gabimit, por kryesorja ka qenë me 6, nuk ka dallim aty mes neve dy. Vetëm një rishikim të vogël që ja kemi bërë. Kemi pasur që për shembull një drejtor i arsimit në komunën e Prishtinës për një periudhë 2 vjeçare ka kursuar 400 vëllezër. 2 vëllezër në fakt. 3 prej tyre pa konkurs, 2 prej tyre pa fakultet. Kjo vetëm me një vlerësim të thjeshtë që ne kemi. Mani po çuditeni për rezultatet e pisës. Nevojitët një
siç po e them, një fuqizim i procesit të konkurseve, ku ashtu siç e kemi bërë edhe në komunën e Prishtinës, për posmasave për staf akademik cilësore me integritet, do me thonë ne do ta mbështesim për të mënyrë me buxhet edhe pajisjen e shkollave dhe laboratorëve simore dhe biblioteka, si dhe brenda 48 muajve do të pajisjen e inventar të shkollat e mesme dhe ato nënveçare. Pra rishikimi i procesit të konkurseve, rivlerësim, siç e thonë, në bashkëpunim me sindikatat të procesit dhe sigurtësisë aktual dhe po ashtu furnizim i gjitha këtyre shkollave me pajisje të nevojshme. Arsimi i lartë publik pa pagesë. Ne synojmë që ta forcojmë Universitetin e Prishtinës dhe të transformojmë universitetet publike në qytete të tjera të të specializuar ato. Që kjo të realizohet me sukses është me rëndësi, të me thonë që të kemi buxhet të shtuar, dhe është me rëndësi që familjet e Kosovës të kenë mundësi të mbështesin banimin dhe shkollimin e fëmijëve të tyre në universitet pa hyrë me borxhe. Prandaj ne do të heqim çdo pagesë për taksa semestrale. Masa e parafundit pjesës time, ndërtimi i teatrit të operës dhe me investime në kinemat publike. Artistët e të gjithë brezave jo vetëm meritojnë, por e kanë domosdoshmëri për veprimtarinë dhe krijimtarinë e tyre për këtë arsye. Artistët dhe publiku, sidomos të rinjtë dhe të rehat, nuk mund të ecin përpara pas skenën dhe artin e tërë. Ndaj, ndërtimi i teatrit të operës do të japë publikut të Kosovës dhe kombit të tërësimi e shtesë përpara. Investimi i vazhdueshëm për kinemat është një interes shoqëror që lidhet me mirëqenien e shoqërisë dhe mbështetjen e krijuesve të kësaj fushë. Një digresion shumë i vogël që vitet të tëra përshore dhe besa në ushëm të që për çdo ditë më shkruan për teatrin e operës, kishim një diskutim me ministrin e Republikës Kosovës ku diskutonin ku me bë teatrin e operës. E dini që ka qenë në Prishtinë një diskutim i madh, një teatër për 25 milionë euro. I thosha që nuk kemi mundësi të bëjmë paratë bashkë me komunën dhe ta ndërtojmë një sallë së paku konceptuale në qendër të qytetit. Përgjigjja e tyre thanë po, pranojmë, por e kemi vetëm një kusht, që ta ketë emrin Ibrahim Rugova. Unë i thash në rregull, nuk është problem, natyrisht se nuk kemi kurrë problemi, por me rëndësi që ta kemi sallë. Pra, simbolika më e rëndësishme se sa politika që ja mundson artistëve që ta kenë në sallë të operës. Po, ja vendosim emrin Ibrahim Rugova për problemi, dhe ta vendosim në prioritete si prioritet i qeverisë si lëvizjes së vendosim. Rritja direkte e subvencionimit të klubeve sportive dhe ndërtimi i stadionit nacional të Prishtinës. Klubet tona janë në situatë emergjente dhe presin mbështetje serioze nga qeverisja jonë. Ndërtimi i stadionit do të bëhet pavarësisht. Ne kemi planifikuar ndërhyrje të gjithë bashkë me përimën këmbjen e sporteve individuale dhe kolektive në alternativën tonë qeverisë. Përveç buxhetit të shtuar të ndarë drejt, këtë e sjell edhe unifikimi i ligave të futbollit, basketbollit dhe kampionateve të tjera në ligat e Republikës së Shqipërisë. Krejt në fund, për mua ndoshta edhe më e rëndësishmja, ushqim falas për fëmijët e klasave 1 deri 5 në të gjitha shkollat. Siç e tha dhe Visoni, në bashkëpunim me komunat dhe provuesit vendor, qeveria jonë do të planifikojë dhe zbatoj shërbimin e ushqimit të nxënësit tonë. Nuk mund të flasim për tabela shërbimit në dhënë alfabet tek fëmijët të cilët janë në stomak të urritur, por edhe i mësojmë edhe barazi. Disa fëmijë po vinë në shkollë me çanta të shtrajta, me lafsha të shtrajta, e disa nuk i kanë as çantat, as lapsat, e as paret për bukë. Ne po i mësojmë që në fëmijëri të kuptojnë se të gjithë njerëzit janë të barabartë, të gjithë meritojnë njësoj, të gjithë meritojnë mundësi të barabartë që kemë, prandaj me lëvizjen e vendosjes të kemë. Mos harrojmë, me lëvizjen e vendosjes i japim zemrën Republikës. Edhe guximin, edhe kullimin, edhe bashkëpunën. Në mënyrë lëvizjen e vendosjes se e shihni, Albolina Fejneri është më e guximshme apo ndohet, dhe do të flas për shtetin e së drejtës dhe masat cilat ndërmarrin Albulen kanë nderin që. Faleminderit shumë shpend, i nderuar Albin, i nderuar Visar, të nderuar kandidat për deputet në Kuvendin e Republikës Kosovës, të nderuar media, faleminderit që po na përcjellni, po ashtu i përshëndes edhe pjesëtarët e shoqërisë civile të cilët janë sot në një lekë. 11 nga 14 prioritetet e lëvizjes vendosje për Republikën kanë të bëjnë me shtetin e së drejtës.
unë para jush do t'i paraqes këto 11 prioritetet, apo thënë më saktë masat konkrete për ta vënë në veprim shtetin e së drejtës. Po e nis me hartimin dhe miratimin e ligjit për referendum në Republikën e Kosovës. Ju e dini që sipas Konstitutës Republikës thuhet që Kosova ka të drejtë të organizojë referendum, mirë po për shkak të mungesës së vullnetit politik, asnjëherë nuk është nxjerrur ligji për referendum. Njëmërit çështjesh jetike për vendin dhe për qytetarët të kaluarën janë trajtuar pa votën dhe vullnetin e qytetarëve tanë, ndërsa pasojat e atyre vendimeve kanë rënë mbi ta. Kjo nuk duhet të ndodhë më, dhe në respekt të të drejtave politike e civile, çdo qytetar i Kosovës duhet të gëzojë të drejtën për të kërkuar dhe realizuar referendum për çështjet madhore dhe lokale. Po vazhdoj me të rinjtë dhe të reja. Të rinjve dhe të rejave nga mosha 16 vjeçare do t'u jepet apo do t'u njihet e drejta e votimit. Duke pasur parasysh faktin që vendi ynë ka një popullat me moshë të re, ne konsiderojmë se është e domosdoshme që kjo moshë e re të shprehet dhe të angazhohet publikisht. Dhe forma e parë dhe drejt për drejt dhe zgjerimit të drejtave të rinis është e drejta e tyre për të votuar. Pika 3. Ndalja e rritjes së mëtejshme të pagave të deputetëve, presidentit, kryeministrit dhe pozitave tjera të zgjedhura. Shpendi foli për këtë pikë, mirë po duhet të theksoj faktin që paga e deputetit sot në Kosovë fatkeqësisht është 6 apo 7 herë më e madhe se paga mesatare në vend. Dhe më shumë se 15 fishi i pensioneve në vend. Rasti njëjtë edhe është pra edhe me pagat e zyrtarëve të lartë, siç janë presidenti, qeveria dhe pozita tjera të zgjedhura. Pagat e zyrtarëve të lartë duhet të jenë në përputhje me standardin socioekonomik. Ose thënë më saktë, ne konsiderojmë që paga e deputetit dhe zyrtarëve të lartë, që përfshihen qeveritarët dhe presidenti, nuk duhet jetë më shumë se 3 fishi i pagës mesatare në vend. Po ashtu, ne sot jemi dëshmitar që deputetët shumë shpesh me vendimet që kanë nxjerrë të vend kanë privilegjuar veten, pra kanë menduar për vete, njësoj kanë ndodhur edhe me pensione suplementare. Është fatkeqësi kur ata kanë vendosur që pensioni suplementar për deputetët të jetë 70% e pagës së deputetit, që i bie 700 apo 800 euro. Kjo duhet të ndërpritet dhe me qeverisjen e lëvizjes dhe vendosje do të ndërpritet. Jemi dëshmitar të asaj që sot ka shumë zyrtarë në Republikën e Kosovës që kanë ndoshta më shumë se 5 vende pune, në ndërkohë janë afër 40% e qytetarëve që janë pa punë. Me qeverisjen e lëvizjes dhe vendosje, po ashtu kjo do të ndërpritet. Një zyrtar i lartë nuk do të ketë më shumë se një vend pune. 4. Krijimi i dhomës së veçantë të punës në gjykatat e Republikës së Kosovës, që do të merret me shkeljet e të drejtave të punëtorëve. Sot, punëtorët ballafaqohen me probleme të shumta në vendet e tyre të punës, dhe një nga mbrojtjet thelbësore të drejtave të punës bëhet nëpërmjet sistemit gjyqësor. Është e domosdoshme që punëtorët tanë të kenë hapësirë dhe mundësi për të realizuar pa vonesa dhe me dignitet kontestet e tyre natyrshme. Deri më tani, gjykatat tona kanë dështuar të mbrojnë interesat e punëtorëve për shkak të numrit të madh të dëmteve dhe asnjëherë nuk i është dhënë prioritet të tyre dëmteve. 5. Hetim parlamentar për privatizimin e Kecit, për kontratat e ndërtimit të autostradave Vërmit-Prishtinë-Merdar e Prishtinë-Shkup, si dhe për procesin privatizues të PTK-s. Lëvizja vendosur gjithnjë dhe gjithmonë pra ka kundërshtuar privatizimin e Kecit. Për ne ka qenë i papranueshëm, po ashtu edhe fakti që Keci është shifur për vetëm 26 milion, andaj edhe është i domosdoshëm hetimi parlamentar për këtë proces, i cili hetim do të përfshinte edhe largimin e padrejtë të punëtorëve nga puna, sepse si që jemi dëshmitar, shumë punëtorë janë larguar nga puna. Hetimi parlamentar i organizatës ilegale SHIK mbi financimin e saj, dosjet dhe strukturën, vjetin e veprimit. Shumica parlamentare drejtuar nga lëvizja dhe vendosje në legislaturën e ardhshme
do ta zhvilloj dhe përmbyll hetimin e plot parlamentar mbi burimin e financimit të organizatës ilegale shqip, dosjet e prodhuara prej saj dhe përfshirjes së personave dhe roleve të tyre në to. Të gjitha gjetjet do t'i dorëzohen sipas ligjit në fuqi Prokurorisë së Republikës së Kosovës. 7. Zbardhja e vdekjes së dhunshme të Astrid Devarit në burgun e Prizrenit, krijimi njësisë së veçantë të hetimit dhe zbardhjes së të gjitha vrasjeve të fatkeqësisë. Mbështetja për hetimin ndërkombëtar mbi rastin Devari dhe mbështetja për zbardhjen e plotë të rrethanave të pasqaruara të vdekjes në paraburgim të dëshmitarit kryesor të këtij rasti, Naser Makodit. Mbështetje e plotë për zbardhjen e rasteve të policit Enver Zumberi, vrasjes Dafina Zhubit, Ermal Kamberajt, Elvis Pistës, përmes organeve shtetërore dhe ndihmës ndërkombëtare, aty ku do të jetë nevojshme, si dhe mbështetje e plotë institucionale për zbardhjen dhe trajtimin e të gjitha rasteve të vrasjeve të aktivistëve politik pasurites. Vetingu, apo vlerësimi i hollësishëm për të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët në sistemin e drejtësisë së Republikës Kosovës nëpërmjet ligjit të posaçëm pra për vetingun. Ne besojmë se ka ardhur momenti të shqyrtojmë hollësisht nëpërmjet procesit të vetingut të rregulluar me ligj të posaçëm profilin dhe integritetin e çdo gjyqtari dhe prokurori në Republikën e Kosovës. Ne konsiderojmë që kjo është e domosdoshme për ta bërë dhe me qeverisjen e lëvizjes dhe vendosje do të procetohet në Kuvendin e Republikës ligji për vetingun. Po ashtu, ju e dini që për sistemin e drejtësisë ndahet më pak se 2% e totalit buxhetor dhe është e domosdoshme rritja e buxhetit për sistemin e drejtësisë. Vetëm vendet e rajonit për sistemin e drejtësisë ndahet ndoshta 5% i totalit buxhetor dhe natyrisht që do të ketë rritje për sistemin e drejtësisë dhe pavarësinë financiare buxhetore, po ashtu rritje të numrit të prokurorëve dhe gjyqtarëve, rritje të bashkëpunëtorëve profesional dhe forcim të mekanizmave llogaritënës në gjyqësor dhe prokurori. 9. Miratimi i ligjit antimafia. Krijimi i njësisë së posaçme antimafia në prokurori që i raporton drejt për drejt Kuvendit të Republikës dhe krijimi i dhomës së veçantë antimafia në gjykatat e Republikës së Kosovës. Po ashtu garantimi i mbrojtjes së afërt për zyrtarët e këtyre njësive. Këto njësi do të përbëhen nga prokuror dhe gjyqtar të profilizuar, pra që do të merren vetëm me raste të dosjeve të korrupsionit. Krijimi i Komisionit Parlamentar për vlerësimin e dialogut të deritanishëm me Serbinë gjatë viteve 2011-2017. Duke pasur parasysh faktin apo dëmet që na janë shkaktuar nga negociatat pa parime dhe pa kushte me Serbinë, ne konsiderojmë që është e nevojshme të analizohet dhe vlerësohet secila marrëveshje që është nënshkruar në sen. Dhe kjo mund bëhet apo mund realizohet duke krijuar komision të posaçëm për këtë. Secila marrëveshje që bie ndesh me interesat e Republikës dhe me interesat e qytetarëve tanë do të zhgohet. Pika 11 dhe fundit për shtetin e së drejtës, dërgimi i marrëveshjes së 9 prillit 2013 në Komisionin e Venecias për vlerësimin e ligjshmërisë të përputhjes së saj me standardet ndërkombëtare dhe anulimi i marrëveshjes së 25 gushtit 2015 për krijimin e asociacionit të komunave të Pra, marrëveshja 19 prillit që është nënshkruar në Bruxelles bie ndesh me interesat e qytetarëve, bie ndesh me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, por që për shkak të presioneve mbi gjykatën kushtetuese, gjykata kushtetuese pati hequr dorë nga trajtimi i kësaj marrëveshje, ne konsiderojmë që zgjidhja për këtë marrëveshje është që të delegohet në Komisionin e Venecias. Pra, Komisioni i Venecias mund ta vlerësojë pohimet, domethënë që i ka pasur opozita, lëvizjeve vendosje, por edhe qytetarët e Republikës. E gjithashtu marrëveshja 25 gushtit, që ka për qëllim krijimin e asociacionit, pra për të njëjtën, gjykata kushtetuese ka thënë që shkel 23 nene kushtetutës, andaj me qeverisjen e lëvizjes vetëvendosje do ta anulohet kjo marrëveshje. Të
dashur pranishëm, për to pra janë 40 pikat apo 40 prioritetet e lëvizjes vendosje për qeverisjen e ardhshme. Pra, po dëshmohet çdo ditë që lëvizja vendosje ka programin më të mirë, por po ashtu ka kandidatin më të mirë, e që është Albin Kurti, që do të ketë ka dhe njerëz më të mirë që do ta përfaqësojnë këtë program politik. Ju faleminderit shumë. Të nderuar pjesëmarrës, ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe pjesëmarrjen tuaj dhe uroj që programet politike të kthehen në çështjen kryesore të debatit për zgjedhjet e 11 qershorit, se ndryshe demokracia nuk do të kishte kuptim. Ju faleminderit.